Ama që të gjitha janë vlerë e dëshmorëve. Sikur që po vjen Ramazani e po na nxen me një datë shumë sublime, shumë me vlerë të madhe. 17 shkurti, dita e pavarësisë. Po hym në 18 vjetorin e shpalljes së vendit tonë të pavarur dhe sovran. Na i ka kthy buzëqeshjen, na ka kthy gëzimin, na ka kthyen pavarësia elanin, energjien. Janë mbush ky vend yni me plot mira. Sot kemi një infrastrukturë që nuk e kanë edhe vendet përreth nesh, institucione shkollore, institucione shtetërore tjera, që të gjitha, ama që të gjitha janë vlerë e dëshmorëve. Që të gjitha janë vlerë e dëshmorëve, janë vlerë e veteranëve, janë vlerë e invalidëve, janë vlerë atyve njerëzve që me shekuj janë përsekutu, janë shtyp, janë ekzekutuan, janë internu, janë burgosën, janë ekzekutuan, nuk e kanë lanë me u knash me familje në këtë vend. Ashtë meritet gjithë këtyve burrave, edhe këtyve grave. Ama dashurit e me, këta burra kanë sjell djeme dhe vajza të mëdhej.